Ndo njonit ka këkëdhimbje të madhe, ose njoni ka hangër syfër shumë. Edhe tash kur ka hangër syfër shumë, ka probleme me jashtëqitje. Kur arë mes i ditës, jo është mbush barkë për me dalë në banjë, me kry nevojen. Por problemi o që së më po del, ose ka pos operim, shikini ato në hemoroide që bon, ose ka pos loj operimi, ose ka pos është bo kaps, ka hongër shumë nëj banana këti shka, edhe së ndel, pa që si. Qka me bon këtë ras? Nëse njonit të qërë, ba gjeru shumë shka me bon, nësë nduraj dhe niftar. A ban, mi marrë do kapsula, edhe ato kapsulat, në zurë, ato kapsulat shtijen në zurën e trash. Veç sa me nëzirë jashtëqitjen, me dalë, mu liru, rëbi, ose njone e ka një kokëdhimbje të madhe. Edhe me morë kukrën, me shtim për nga goja knejna, ndash me ujë, ndash pa ujë, agjerimin e ke prish. Por të ashti, ajo kokëdhimbje shumë. Por e ka gjithë duke i ka thonë, është një kukër tjetër, një bornë që mund është nga zora atrash me shti. Nëse përdorët që ke kukra nga zora trash, për që të dy shkaqe që i përmenda. A e prish apo nuk e prish? Djetarët nëse këshymi me pakis shumis, a thanë që kjeta prish agjerimin. Mirë, po, e sakta që shkanar në mësuat të fiqhije, durrës senije, kanë thonë se kja nuk e prish agjerimin, dhe të këti mendim janë me një djetar, disa djetarët, me dhebet Maliki, disa Shafi'i, prej pak më mënshim në Tejmija, prej bashkëhorëve dhe Ibni Uthejmini, kërejt këta, dhe kjo është të sakta se nuk të prishet agjerimi nëse njeri u fut dishka në zorën e trash për mu liru se ndryshë s'ka zgjedhje, me pejt dhe njëftar kja nuk e prish agjerimin.